Me mbjelljen e fidanëve në parkun e Çajirit nisi sot aktiviteti Java e Jetimit, organizuar nga organizata humanitare Kalliri i Mirësisë. Kryetari i kësaj organizate, Nexhat Lika, tha se qëllimi i këtij manifestimi është sensibilizimi i opinionit publik mbi nevojat e jetimëve. Organizata humanitare Kalliri i Mirësisë për çdo vit e realizon fushatën Java e Jetimit, qëllimi i së cilës është sensibilizimi i opinionit publik mbi nevojat, kërkesat dhe sfidat e fëmijëve pa përkujdesje prindërore, ndoshta kategoria më e ndjeshme e shoqërisë sonë. Ai sqaroi se Kalliri i Mirësisë gjatë 35 viteve sa ekziston, fëmijët pa kujdesje prindërore i ka pasur dhe i ka në fokus. Lika theksoi se edhe në të ardhmen ata do të jenë pranë kësaj kategorie të ndjeshme të shoqërisë që sadopak të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes së tyre. Ndërsa kryetari i Këshillit të Komunës së Çajirit, Muhamet Murtezi, tha se me mbjelljen e luleve në këtë park, këta fëmijë bëhen pjesë e këtij parku. Me sa kuptova, ju sot do të mbjellni nga një lule në parkun e Çajirit dhe përmes kësaj lule që po mbjellni, ju po bëheni pjesë e këtij parku dhe kësaj komune dhe një pjesë të shpirtit tuaj detyrimisht pra do ta keni edhe në këtë park. Por mbi të gjitha dua t'ju them që në të vërtet lulet më të mira në këtë botë jeni ju. Kryetari i Kallirit të Mirësisë kërkoi që të gjithë ata që kanë dëshirë të ndihmojnë jetimët mund ta bëjnë atë pa hezitim në zyrat e tyre.